Ndërtesat e shumta dhe zgjerimi i pandalur urban po e kthejnë Tiranën në një ishull nxehtësie. Betonizimi, mungesa e hapësirave të gjelbra dhe materialet që thithin e mbajnë nxehtësinë po rrisin temperaturat, veçanërisht gjatë muajve të verës. Por si ndodh ky proces, këtë shpjegon urbanisti Max Kola. Duke patur më shumë sipërfaqe horizontale me beton dhe me asfalt dhe sipërfaqe vertikale që quhemi në urbanistikë muret vertikale, që janë objekte ndërtimore, të cilët pengojnë korridorët ajrore që shërbejnë për vendilimin e zonave të caktuarave në qytete, kryesisht që është e nevojshme dhe mosdoshme, hapësirat e blloqeve apo lagjeve të ndërtimit. Njëkohësisht këto materiale, pra betoni, asfalti, që janë në rrafshet horizontale, por njëkohësisht po pra betoni, apo sipërfaqe me xham, apo sipërfaqet e veshës me fletë alumini, janë materiale që absorbojnë energji dhe njëkohësisht në një moment edhe thithjen dhe qirojnë nxehtësi më shumëfisht që zgjat deri në orët e mesit natës. Shto dhe fatin që kur rritet densija e ndërtimeve, por rrjedhoi shto dhe numri i apartamenteve apo dhe numri i makinave që shoqërohet me rritjen e numrit koncesionerëve, të cilat qirojnë nxehtësi. Sipas një studimi të kryer në vitin 2025 nga Koplan, temperaturat në Tiranë janë mesatarisht 2 deri në 3 gradë Celsius më të larta krahasuar me zonat përreth për shkak të ndërtimeve, ndërsa në raste ekstreme, diferenca arrin deri në 5 gradë Celsius. Kjo rritje përkthehet drejt për drejt në kosto më të larta për qytetarët, të cilët shpenzojnë më shumë energji për ftohje gjatë stinës së verës. Me rritjen e ndërtimeve, patjetër që rritet edhe konsumi i energjisë elektrike. Dhe kryesisht duke qenë se ndërtesat tona, apo siç e dim, të gjithë pothuajse konsumi jon, që për gatim, që për ngrojë ftoje, që për ndriçim, që për gjithë pajisjetën është bazuar në energji elektrike. Dhe sigurisht që kjo e rrit konsumin e energjisë elektrike, sidomos muajt e verës, për shkak sepse të gjithë kërkojnë atë freskinë dhe të gjithë shkojnë te koncesioner. Për urbanistin Kola, zgjidhja qëndron tek shtimi i hapësirave të gjelbra dhe zbatimi i planeve urbane, ndërsa për ekspertin e energjisë Çekrezi, menaxhimi i energjisë nëpërmjet fleksibilitetit mund të ndihmojë në shmangjen e humbjeve. Sinkron. Më saktë, Tirana është rritur kryesisht me njësi strukturore zonë banimi që janë blloqe banimi, lagje banimi, të pashoqëruara me sipërfaqe të gjelbërta, që janë lulishtet e blloqeve, lulishtet e komplekseve, parqet. Njëkohësisht janë terrene sportive, si dhe rrugët e gjëra me gjelbrim rrugor. Pra, këto vinë ose nga mungesa e një planifikimi urban, ose ku planifikimi është i cunguar për shkak të mungesës cilësisë dhe mos respektimit të normave dhe, siç e thash më sipër, apo të komponenteve urban, si dhe në rastin më të mirë, kur kemi planifikim urban të drejtë, por problemi ka qenë tek faza e dytë e tij, që është zbatimi i këtij plani. Mendoj që hapi tjetër i radhës duhet të jetë fleksibiliteti, që do të thotë rezervimi i energjisë, që ne ta rezervojmë në kushtet kur kemi diell dhe erë me shumicë dhe ujë, dhe nga ana tjetër ta përdorim kur na duhet në konsumet tona të përditshme, në pikë, në verë, në dimër apo në orët e darkës. Pra ta rezervosh energjinë, apo siç flasim rëndom, magazinimi i energjisë elektrike, pra rezervimi i energjisë elektrike me teknologji të ndryshme tani më, për ta përdorur në orët e pikut apo në orët e nevojës. Kjo do jetë një masë dhe e pashmangshme. Studimet e matjeve lokale tregojnë gjithashtu se diferencat e temperaturës brenda vetë qytetit arrin deri në rreth 6.4 gradë Celsius midis lagjeve më të nxehta dhe atyre më të freskëta, ku zonat më me shumë ndërtesa dhe sipërfaqe të ngurta rezultojnë dukshëm më të nxehta.